Piu ujë për një muaj çdo ditë esëll dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Po ta bëni vetë një kërkim të vogël në internet për to, do të zbuloni një ritual që ata e ndjekin çdo ditë, i cili ndihmon që të mbani trupin tuaj në formë. Ato konsumojnë çdo ditë një gotë me ujë esëll sapo zgjohen nga gjumi. Sipas të disa studimeve, kjo praktike thjesht siguron rezultate pozitive pavarësisht gjendjeve shëndetësore. Rezultatet ishin thjesht të jashtëzakonshme, tregojnë personat që kanë provuar këto teknika. Këto janë citimet e tyre. Fillova të ndihesha më e freskët dhe më e shëndetshme. Pas disa ditësh fillova të konsumoj ujë në mëngjes. Fillova të ndihesha më e lehtë dhe mund të ndjeja që trupi po detoksifikohej më lehtë, citoi ajo. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Metabolizmi u përmirësua. Kjo praktike bëri ditën më të lehtë. Nuk e ndjej më urinë që më ngacmon çdo ditë, citoi ajo. Dëshira për të ngrënë ushqime të shpejta pas çdo vakti u zhduk dhe kisha më shumë energji. Më ndihmoi të dobësohesha. Përveç se ndihmon të keni më pak uri, fillova që të bie edhe nga pesha, po kështu shtimi i energjisë në motivim të streseve të tepërta gjithashtu mund të jetë më e mirë. Nuk ka më djegje stomaku. Me praktika të thjeshta do të keni më pak probleme me tretjen dhe refluksin e acidit. Pasi fillova të konsumoj ujë çdo mëngjes, citoi kjo grua, ky problem u zhduk dhe nuk ndjej më pare atij pas çdo vakt të ushqimit. Pamja ime jashtme u përmirësua. Nuk do të gënjej, njerëzit më kanë thënë gjithmonë se duke më e vjetër se qam, që kur nisa që të përdor ujin esëll, trupi filloi që të pesonte ndryshimet. Rrulla në fytyrë kanë filluar të paksohen dhe lëkura duket më e shëndetshme, më e butë dhe më e shëndritshme, citoi kjo grua. Flokët filluan të dukeshin më të bukura. Flokët më binin shumë, prandaj i prisja 2 herë në muaj. Pasi fillova të konsumoj ujë çdo mëngjes, flokët jo vetëm që filluan të rriteshin shëndetshëm, por morën edhe një shkëlqim të jashtëzakonshëm. Nuk kisha më infeksione të traktit urinar. Ajo citoi: "Trajtimi me ujë zgjidhi këtë problem më mirë se çdo antibiotik. Tani nuk kam ndjesinë e dhimbjeve dhe djegjeve në traktin urinar. Nuk jam sëmurur për një kohë të gjatë", citoi kjo grua. Ky ritual i thjesht ka përfitime të mira gjithashtu edhe për sistemin imun. Vetëm duke pirë ujë me stomakun bosh me ndihmën e tyre do të përballeni me më pak probleme pa pasur nevojë për ilaçe. Gjithmonë, fillimi i dietës suaj me një gotë me ujë çdo mëngjes do të japë rezultate fantastike në përmirësimin e imunitetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni imunitetin dhe të mbani larg këto shqetësime, filloni ditën me një gotë me ujë. Kështu, përfitimet që do të keni do të jenë të larmishme edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Pirja e ujit esëll në mëngjes sigurisht që do të jetë një ritual me shumë përfitime. Ekspertët rendisin disa prej efekteve kryesore që do të japë pirja e ujit esëll në mëngjes sipas Step to Health. Do të ndihmoni në një hidratim më të mirë të trupit. Trupi dehidratohet pas 7 ose 8 orë gjumë. Nëse pini ujë sapo të zgjoheni, do të rrisni nivelin e oksigjenit në organizëm. Për më tepër, uji ndihmon muskujt dhe qelizat e gjakut. Metabolizmi do të përmirësohet. Pirja e të paktën një gotë me ujë në mëngjes mund të përmirësojë metabolizmin me të paktën 24%. Një gjë e tillë do ju vinë në ndihmë për mbajtjen e një peshe më të mirë trupore. Trupi juaj do të pastrohet gjithashtu edhe nga toksinat. Kur pini ujë në mëngjes përpara se të ushqeheni, do të pastroni zorën e trashë dhe do të përshpejtoni përthithjen e ushqyesve. Për më tepër, veshka do të funksionojë më mirë nëse trupi furnizohet me lëngje. 76% e indeve të trurit përmbajnë ujë. Kur jeni të dehidratuar, është njësoj sikur truri të mos ketë ushqim. Kështu ju do të ndjeheni më të lodhur, më të drobitur dhe do të keni gjithashtu dhimbje koke edhe luhatje të ndryshme të humorit. Do të ndjeheni akoma dhe më shumë të ngopur. Uji do të mbush stomakun. Nëse pini ujë përpara se të hani ushqime, nuk do ta tepëroni dhe do të ndjeheni gjithashtu më të ngopur. Pirja e ujit në mëngjes do ju bëjë të ndjeheni të ngopur deri në darkë. Pini të paktën 1 deri në 2 gota me ujë sapo të zgjoheni. Mos konsumoni ushqime të paktën për 30 minuta
pasi të keni pirë ujë. Kështu rezultatet e pirjes së këtij lëngu të thjeshtë do të jenë vërtet të larmishme. Nëse pini ujë, do të merrni shumë përfitime për shëndetin tuaj, duke ditur se 72% të trupit të njeriut përbëhet nga uji, 75% e muskujve përbëhen nga uji, 82% e gjakut është ujë, 90% e mushkërive është ujë. Gjithashtu, 76% e trurit përbëhet nga uji dhe të paktën 25% e kockave përbëhet nga uji. Ndaj pirja e ujit të mjaftueshëm në dietën tuaj do të nënkuptojë një organizëm më të fuqishëm dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tilla. Këto shifra janë të mjaftueshme për të kuptuar rëndësinë e madhe ushqyese që do të bartë uji në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj mos nguroni që të nisni mëngjesin me të paktën një gotë ujë. Kështu, efektet që do të merrni do të jenë fantastike. Mjekët përsëri rekomandojnë marrjen e mjaftueshme të lëngjeve të trupit dhe jo vetëm në verë kur temperaturat janë të larta, por gjatë gjithë sezonit dhe gjatë gjithë vitit duhet të konsumoni ujë mjaftueshëm në dietën tuaj. Duke pirë sasitë e duhura të ujit, atëherë trupi juaj do të ofrojë një sër përfitimesh të mira prej tij. Trupi do ta ketë më të lehtë të largojë toksinat e dëmshme dhe të përmirësojë imunitetin tuaj në këto raste. Kur pini një gotë me ujë në mëngjes, ndihmoni trupin të heqë qafe toksinat e dëmshme. Një sasi e mjaftueshme e këtij lëngu gjithashtu do të stimulojë prodhimin e qelizave të muskujve dhe qelizave të reja të gjakut. Do të përshpejtohet gjithashtu edhe metabolizmi. Uji me stomakun bosh arrit konsumin e energjisë deri në 24% në 60 minutat e ardhshme. Aktivitet më i lartë metabolik nënkupton edhe punën më të mirë të sistemit tretës, dhe nëse doni të humbisni disa kilogram, do të ishte më e lehtë të shtonit edhe ushqimet të tretshme shpejt në dietën tuaj. Uji do të stimulojë këto aspekte dhe gjithashtu do t'i japë një nxitje më të mirë të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve, si tonelthisaj. Nëse shtoni sa më shumë ujë në dietën tuaj brenda normave të lejuara, atëherë urthi do të reduktohet të ndjeshëm. Dispepsia shkaktohet nga rritja e acideve të stomakut. Nëse acidi hyn në ezofag, do të ndjeni edhe më pak probleme të tilla nëse shtoni ujë në dietën tuaj. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ata personat të cilët kanë probleme me aciditetin. Lëkura do të bëhet më e shëndetshme. Dehidratimi çon në zgjerimin e poreve dhe problemin e formimit të rrullave të përkohshme dhe gjithashtu edhe problemeve të ngjashme të tyre. Konsumi i ujit nga dieta juaj stimulon qarkullimin e duhur të gjakut dhe përmirëson pamjen e lëkurës suaj. Uji është i mirë edhe në forcimin e flokut. Shumë pak lëngje mund të kenë ndikime më të mëdha për rritjen e flokut. Uji përbën 1/4 e peshës së flokut dhe gjithashtu hidraton ato nga brenda. Lëngu i pamjaftueshëm shkakton flok të hollë dhe të brisht. Marrja e lëngjeve të mjaftueshme gjatë ditës është e rëndësishme për shëndetin e flokut, por pirja e ujit në mëngjes ka efekte edhe më të dobishme për flokët. Redukton rrezikun e shfaqjes së gurëve në veshka dhe traktit urinar. Pirja e ujit sapo të ngriheni gjithashtu është e rëndësishme për të shmangur gurët në veshka dhe infeksionet të traktit urinar. Lëngjet të mjaftueshme shpërbëjnë acidin në stomak dhe largojnë toksinat nga trupi. Të dyja këto mund të shkaktojnë gurë në veshka dhe infeksionet të traktit urinar. Do të forconi sistemin tuaj imunitar. Pirja e ujit me stomakun bosh ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të sistemit tuaj limfatik, duke u bërë më pak të ndjeshëm ndaj patogjenëve dhe problemeve të ngjashme. Gjithashtu, pirja e ujit në mënyrë të rregullt do të hidratojë organizmin. Trupi dehidratohet pas 7 ose 8 orë gjumë dhe gjithashtu, nëse pini ujë sapo zgjoheni në mëngjes, do të rrisni nivelin e oksigjenit në organizëm. Për më tepër, uji ndihmon muskujt dhe qelizat e gjakut në përmirësimin e metabolizmit. Pirja e të paktën një gotë të madhe me ujë në mëngjes mund të përmirësojë metabolizmin me të paktën 24%. Një gjë e tillë jo vetëm që ndihmon në mbajtjen e një peshe më të mirë trupore, por gjithashtu largon nga trupi të gjitha toksinat e dëmshme, si thon Step to Health. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.